Njëra nga brinjët e paralelogramit është 5 metra. A është e mundur që diagonalet e tij të shprehen me numrat pasues dhe kemi tre kërkesa këtu, të cilat japim variantin e tyre për gjatësitë e diagonaleve. Në përgjithësi, për zgjidhjen e këtij ushtrimi do të udhëhiqemi nga kjo figurë, pra kemi paralelogramin ABCD ku kemi ndërtuar dy diagonalet e tij që priten në pikën O, ndërkohë që brinja e paralelogramit është 5 metra. Do të shfrytëzojmë njohuritë mbi atë që diagonalet e paralelogramit përgjysmojnë njëra tjetrën dhe faktin që shuma e dy brinjëve të trekëndshit është më e madhe se brinja e tretë. Dhe për të treja kërkesat do të përqendrohemi tek trekëndshi AOB, trekëndësh ky që është formuar prej një brinje të paralelogramit dhe dy gjysmë diagonale të paralelogramit, konkretisht gjysmë diagonalja AO dhe BO. Shqyrtojmë rastin A. Pra, këtu na thuhet që një diagonale është 4 metra dhe tjetra 6 metra. Kjo do të thotë që gjysmat e tyre do të jenë 3 metra dhe 2 metra. Atëherë, në trekëndshin AOB kemi dy brinj AO dhe OB që po t'ju mbledhim gjatësitë e tyre, 3 plus 2 bëjmë 5, aq sa është gjatësia e brinjës tjetër. Por shuma e dy brinjëve të trekëndshit duhet të jetë më e madhe se brinja e tretë, jo e barabartë. Prandaj në këto kushte do të thoshim se është e pamundur që diagonalet e paralelogramit që ka brinjën 5 metra të jenë 4 dhe 6 metra. Kalojmë tek rasti B, ku një diagonale është 4 dhe diagonala tjetër është 3, që do të thotë që gjysmat e tyre do të jenë 2 dhe 1/5 metra. Dhe në këtë rast, nëse i mbledhim ato të dyja, shuma do të na dalë 3/5 metra, pra më e vogël se ajo çfarë është gjatësi për brinjën e tretë të trekëndshit. Dhe në këtë rast themi përsëri që nuk ka mundësi të jenë diagonalet 4 dhe 3 metra, kur brinja e paralelogramit është 5 metra. Dhe për rastin C, na thuhet se diagonalet janë 6 dhe 7 metra, që do të thotë që gjysmat e tyre do të jenë 3.5 metra dhe 3 metra. Duke i mbledhur këto gjatësitë, 3.5 plus 3 del 6.5, pra shuma është më e madhe se gjatësia e brinjës së tretë, që do të thotë se ekziston mundësia që diagonalet të përfaqësohen me këto gjatësi kur brinja e paralelogramit është 5 metra. Ky ushtrim është marrë nga libri Matematika 9 i shtëpisë botuese Pegi me autorë Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.